Kur është ngrit kjo fermë? Kjo fermë ngrit në 2010, faktikisht edhe përpara kemi marrë lopët, po në 2010 kemi fillu me një kapacitet më të madh. Janë dash mjete për me investu. Keni që gjashtë dikun apo? Më thonë drejtën krejtë kemi bo me kontributorin, ka pak, tu ngrit ka pak, ja kemi fillu me 5 sopa, kemi arrit dhe në 10, 15, 20, faktikisht kemi pas një 7 vjetër, po të është dikun 2016 kemi apliku për grande, kemi morë një grande, kemi marru këtë shtallë, edhe kemi menu që kur i mushin 50 krejë, që kjo shtallë ka kapacitet 50 krejë, kemi menu që jenë fermet me, po o lyp apet, kemi bo aneks apet e kemi kështu që kemi arrit deri në 60 krejë. Ministria Bujqësisë grant, po dash mjetë tjera, keni burime tjera, apo me kredimare, apo keni... Vetëm me kredimare ose burime tjera s'kem pas, do të thotë krejt pej bujqësie. Fakt. Toka keni të punushme? Po, kemi tokë një 5 hektar tund, marim me qera, plus tash kem ledhë do tokë që kem mjaft tokë, po kem edhe me qera bukur shumë, kështu që ja arrim me siguru shimin. Ja vlen me punu në këtë biznes? Ja vlen shumë me punu në këtë biznes, më thonë drejten mu më dhimin, djemë të rritë që iku në për Evropë, e lojnë vanin tonë që kem... Sa janë gjellë tash? Gjellë tash i kem 60 krerët shumësore. Cilat race? I kemi racën Simmental, racën Holstein, e kemi tash racën Mobiliard, që Ministria ka prunë këtë racë për France, edhe faktikisht e kemi me grand 16 krerët lopë Mobiliard, që janë shumë racë e mirë. Për mes Ministrisë me grand, do të thotë që... A e knaqën me këtë racë? Shumë jemi të knaqën me këtë racë, shumë racë e mirë, kështu që na jemi të knaqën me racën Mobiliard. Qumështën i qëmë në fabrikën Rugova. A dhe të knaqën me bashkëpunim atje me Rugova? Shumë mirë me Rugovën, bashkëpunojmë shumë mirë, që në 7 vite punojmë. Sasia ditore qumështit për vëmë? Sasia ditore për momentin do është dikun 600-650 dita, po ta shpresim që këto të shtohen këto lopë që i kemë marë. Mobiliardi? Po, mobiliardi, edhe do të rrërim që aty e kemë qëllimin 1.200 dita ditore. A ke pasur racë tjetër para kësaj ti turnusë që ke marrë 16 racës mobiliard, që të keni informacione për që shkojnë punët me të si? Kemi pasë edhe për para të knaqën, edhe për ata nga ka shty që mobiliardin do të thot me marë edhe me pasë Cilat e favorët e mobiliardit ndaj favorët Simentalit? e mobiliardit jonë, do të thot edhe Simentali ka favorët e vetat mira, Holstein është pak se ka do kushte matë rona, po mobiliardi i përshtatet. Holstein nuk bën për mish. Për mish nuk bën, edhe kjo i ka favorët e veta që edhe për qumës të mirë, po edhe për viçat e sajna, jonë edhe për me shtu, për me rritë fermen, po edhe moshkët jonë për me rritë edhe për mish, për mushit, do të thot e kanë atë leftën e vetë, e kanë cilësinë e vetë mirë qumësit. Kush punon këtu? Këtu punojmë na vetëm familja, 2 djemët, unë e shoqa... Mjaftushëm? Mjaftushëm. Për 60 krejë që i kemë mjaftushëm. Knaqën me punën e pasuzëve? Knaqën shumë, faktikisht qëllimi im ka qenë që djemë një nalë këtu, mas më vajtë në për Evropë. Edhe tash do t'i pisë që dojmë edhe ata, do t'i pysim... Fakt që jemi këtë shumë knaqën, do të thotë edhe kemi një biznes mirë që kemë arrit me bon një standart mesatar shtu të mirë. Faleminderit shumë. Në qofshit faleminderit edhe juve për vizitën, e faleminderit shumë.